zoti Kasami, thuhet se mos lejimi i intonimit të himnit në Kongresin e Bashkimit vlen në Shkup u bë për shkak të pranisë Mickoskit. Nëse po, kujt ja ka thënë? Juve apo zoti Mexhiti? Po nëse i ka thënë dikuj, atë din mësë miri përfaqësuesit të opozitës, të cilët nuk e di e kanë intonuar himnin në ndonjë kongres të tyre, ishte dita e Europës, ishte simbolika e bashkimit, prandaj ne vlerësuam që do të ishte mjaftueshme që në një rast të tillë të intonoj vetëm himni i Bashkimit Evropian. Sa i përket himnit kombëtar, në asnjë moment Vlen nuk ka pasur dyshime në gjitha aktivitetet e saj, është intonuar himni kombëtar dhe do të vazhdoj. Por, edhe një herë, kur parashtrohet kjo pyetje pse Vlen nuk ka intonuar himnin kombëtar, besoj që legitimiteti të njëjtës do të ishte edhe më i lartë nëse gjithë ata të cilët ja parashtrojnë Vlenit do t'ja kishin parashtruar edhe BDI-s më herët sepse në kongreset e tyre nuk kanë intonuar himnin kombëtar. Ju jeni ndryshimi, ju pse se bët? Po ne bëm ndryshimin, intonuam himnin e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Një pyetje të fundit. Ku ka ngritur çështja e jurisprudencës? Çfarë po bëhet?